gjeni në ndërtesën përballë ndërtesës tjetër ku ka ndodhur vrasja. Saktësisht gjendemi përballë katit të 9, nëse mundemi me tregu në detaje. Domethënë është kati aty ku po shihen ende rrobat, një karrige, cigaret dhe disa të mbathuna. Me atë sa po shohim në balkon, nuk është që ka ndonjë orindi të shkatëruar, domethënë në balkon nuk është që ka ndodhur diçka. Por kjo është më së afërmi që mundemi me u tregu për vendin e ngjarjes ku ka ndodhur rasti tragjik i 20 qershorit në orën 11 në Ferizaj. Nuk po shoh diçka të jashtëzakonshme, si diçka që kish mujt me tregu që çka ka ndodhur mbrana. Por me siguri që mbrana atij apartamenti ka shumë fakte që mund me zbardh shumë çka. Në hymën që po shihni brapa meje, mbrëmjen e 28 qershorit rreth orës 11 të natës ka ndodhur një rast shumë tragjik në Ferizaj. Një vajzë e cila brenda në katin e 9 të kësaj hymje në banesën, brenda kësaj banese, ka qenë së bashku me babain e saj, nënën edhe një antar tjetër të familjes. Por aty ka qenë edhe një tjetër person, që tash është viktima e këtij rasti. Çfarë ka ndodhur brenda kësaj banese, mbetet vetëm prokuria për momentin e din. Shumë pak detaje dihet. Ajo çka dihet deri më tani është se viktima ka mbetur i vrarë si pasojë një plumbi, brenda në banesë ka ndodhur një përleshje, e dishumja për vrasjen e tij ka lëndime të lehta trupore, gjendet në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe është kërkuar një masë paraburgimit për ta. Masa paraburgimit është kërkuar për shkak që ajo jeton në Francë dhe dyshimi i prokurisë është që e dishumja mundet edhe me ik prej përgjegjësisë penale. Por se çish ndodhi këtë rastin, ku fillimisht fajtoru babai i saj, ai u arrestua, u intervistua dhe pas u lirua. Çfarë ka ndodhur brenda kësaj banese, mbetet me u pa në detaje që do të ofrojë prokuria. Por janë dy pyetje që deri më tash janë kryesore për këtë rast. Pyetja e parë është: arma në të cilën është vrarë viktima. Sipas intervistës që e ka dhënë dyshumja për vrasjen e tij, thuhet që ajo ja ka marrë armën e tij nga dora dhe më pas e ka kryer aktin e vrasjes me një plumb. Pyetja është: a ka ndodhur kjo vrasje për shkak të vetëm mbrojtjes, apo ka ndodhur për shkak që është një vrasje planifikuar? Shumica e fakteve deri më tash çojnë tek motivi që vrasja ka ndodhur për shkak të një përleshje që ka ndodhur brenda dhe ajo përleshje ka rezultuar me një vrasje. Detajet e tjera do t'i presim për prokurisë, por se çish mundet mbrojtja me dëshmu që vrasja ka ndodhur për shkak të mbrojtjes ose në vetë mbrojtje, do t'i shpjegoj pas pak. Çka duhet me bë mbrojtja për me argumentu se kjo ka qenë një vrasje në vetë mbrojtje? Sipas kodit penal të Kosovës, edhe këtu janë informacione zyrtare, mbrojtja e nevojshme përkufizohet bëhet si mbrojtje është e domosdoshme për të zbrapsur një sulm të kundërligjshëm real të atës shasshëm ndaj vetes, me kusht që të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut. Pra me fjalë të tjera, i bie që dyshuara mund të argumentojë se ka bërë këtë vrasje në vetë mbrojtje vetëm nëse argumentohen disa fakte. I pari është, çish mundet me argumentu këto? E para është raportet mjekësore të lëndimeve që e dyshuara e ka marrë gjatë përleshjes. Mos harrojmë që në raportin e policisë, por edhe në atë të prokurorisë, për vetë faktin që dyshumja ndodhet në Çikurkë, tregon se dyshuma ka pas lëndime trupore. Por se çfarë lëndime kanë qenë ato, dhe sa mund minimum sa në mbrojtje, vetë me pa. Ekspertizat e vendit të ngjarjes është një tjetër detaj që i vjen mbrojtjes. Mund të tregu shenjat e një përleshje fizike, orindi të kthime, apo në një gjurmë qaku. Brenda banesës nuk kena mujt me i, por deri në katën e 9 kemi shku. Kështu që në katën e 9 nuk ka ndonjë fakt të tillë. Si mund të më vërtetuar që arma ka qenë viktimës, janë disa mënyra. Gjurmët e mbetura të HDN-s në revolet që është sekuestruar tashmë. Historia e armës është mund a ka pas ajo armë le, a ka pas ndonjë numër seri, çu ka mri ajo armë tek viktima dhe ka qenë premër viktimës. Dhe kamerat e sigurisë që këtu në këtë janë të shumta, edhe që mund me vërtetuar nëse i dyshumi kur ka hyrë në këtë hyrje mbrapa meje,
ka qenë armatosur, e ka pasur një armë brez se diçka e tillë, edhe pse kjo është shumë e zgjashme me u vërtetu. E fundit janë edhe mesazhet dhe komunikimet që dëshuarja dhe viktima kanë mujtë pasë së bashku, ka pasur një histori të konfliktit brenda atyre mesazheve. Pra, ideja është nëse vërtetohet që arma ka qenë viktimës dhe ka pasur një histori dhune që dyshimet janë të shumta, këtë këto mundin me ndihmu të dyshuarës. Ka qenë për lesha fizike, ka dashur ai një herë me vëllat, pastaj kia ka marrë armën prej dorës, vetë me u pa. Ka shprej ndërpunët cënë ku ka ndodhur vrasja me lesetë shishore.